Dashi. Sot duhet të kushtoni më shumë vëmendje vetes dhe të mbani mend që mendimi pozitiv është çelësi i suksesit. Nëse jeni në një marrëdhënie, përgatituni për momente të mbushura me eufori, lumturi dhe kënaqësi, pasi do të dini saktësisht si të shprehni ndjenjat tuaja me pasion. Për ju beqarët, Marsi do të hapë rrugën drejt një dashurie të shumë pritur, kështu që vetëm duhet ta prijeni me hapje. Në mjedisin e punës, keni kujdes ndaj njerëzve rreth jush, pasi mund të përpiqen t'ju devijojnë nga rruga që keni planifikuar, prandaj mos besoni verbërisht çdo fjalë. Situata financiare do të ndikojnë drejt për drejt nga Saturni, dhe megjithse mund të hasni në disa tronditje të vogla, dita do të mbyllet me sukses. Demi. Sot do të duket sikur të gjithë dëshirojnë t'ju rrëzojnë, duke ju bërë të ndiheni të mbingarkuar nga kërkesat e të tjerëve. Marsi, simbol i fuqisë dhe i luftës, mund të krijojë një klimë të tensionuar në një marrëdhënie, por Venusi do të mundohet të zbulojë çdo situatë. Në mbrëmje do të mbështetet nota e pasionit që do t'ju ngrohë zemrën. Për beqarët, megjithse do të kërkoni me shumë energji dhe do të jeni sharmant, nuk do të takoni personin e duhur. Në ambientin e punës, përballjet me shefat do të jenë të forta, por në fund do të arrini atë që keni synuar, duke dëshmuar se ndonjëherë vlen të tregoheni paksa kokfort. Mërkuri do të favorizojë aspektin financiar, duke ju mundësuar të realizoni disa dëshira të lidhura me shpenzimet. Binjakët. Venusi do t'ju sjellë një ditë të jashtëzakonshme, duke u bërë çdo moment më i ëmbël dhe optimist. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të arrini të shprehni ndjenjat tuaja më thellë dhe do të ndiheni të lumtur me partnerin, ndërsa buzëqeshja do t'ju zbukurojë çdo çast. Për ju beqarët, ndonse do të ndiheni ende të pasigurt për dashurinë, kjo mund të jetë arsyeja pse nuk jeni gati të hidhni hapa të mëdhenj. Në mjedisin profesional do t'ju aprovohet një projekt i rëndësishëm, ndërsa në planin financiar gjendja do të mbetet e qëndrueshme dhe e mira. Daforia. Sot do të përballeni me sfida që lidhen me luftën e egos, të cilat mund të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet tuaja. Nëse jeni në një marrëdhënie, s'do të merrni aq dashuri dhe ngrohtësi sa keni pritur, duke ju bërë të ndiheni të brengosur dhe të pasigurt për të bërë hapa të mëtejshëm. Për ju beqarët, do të keni vetëm mundësi të përkohshme për aventura, kështu që duhet të mendoni me kujdes para se të ndërmerrni veprime. Në mjedisin e punës, do të keni vështirësi në vazhdimin e përpjekjeve, ndërsa në planin financiar do të duhet të reflektoni mirë para se të shpenzoni. Luani. Sot do të ndiheni jashtëzakonisht aktiv dhe plot ide, duke ndihmuar ata që ju rrethojnë dhe duke u ndjerë të plotësuar. Nëse jeni në një marrëdhënie, disa nga fjalët e partnerit mund t'ju mos pëlqejnë duke shkaktuar pak shprenim. Më e mira është të flisni hapur dhe të sqaroheni në mënyrë të përbashkët, kështu që gabimet reciproke të kuptohen dhe zgjidhen. Për beqarët, nëse ndjeni shumë emocion, mos u mbështetni shumë në mendimet e të tjerëve, por hidhuni në veprim pa vonesë. Në punë, tregohuni vigjilent dhe mos të humbisni besimin në vetvete, duke shmangur xhelozinë që mund të ndikojë negativisht. Në planin financiar, mbajtja e ekuilibrit do të jetë sfiduese, por me masa të duhur do të dalin situata të papritura. Virgjëresha. Mërkuri dhe Saturni do të bashkohen sot për t'ju dhuruar një ndjesi më të madhe optimizmi, duke ju ndihmuar të rregulloni edhe mosmarrëveshjet familjare. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të kushtoni më shumë kohë dhe vëmendje partnerit, pasi kundërshtimi mund të çojë në largim dhe ndjesi më të keq. Për beqarët, ndikimi i disa anëtarëve të familjes mund të krijojë kushte ideale për fillimin e një lidhjeje të re. Në punë, do të punoni me vërtetësi dhe deri në fund të ditës do të realizoni objektivat e caktuara, ndërsa në aspektin financiar do të përpiqeni ta përmirësoni situatën. Peshorja. Sot, dita do të jetë sharmante dhe buzëqeshja do të jetë pjesë e pandashme e jetës suaj. Në një marrëdhënie do të kaloni orë të këndshme pranë personit që dashuroni, ku do të përmbushen komplimentet, fjalët e ëmbla dhe gjestet romantike, duke krijuar një atmosferë perfekte. Për beqarët, dashuria do të fillojë nëpërmjet një shoqërie, kështu që tregohuni sa më të hapur për njëonjë të reja. Në punë, megjithse do të jeni të ngarkuar, kujdesi dhe përgjegjëshmëria do t'ju ndihmojnë të evitoni gabimet, ndërsa organizimi do të jetë pikë e fortë. Në planin financiar, ndonse mund të hasni disa vështirësi të vogla, situata nuk do të jetë alarmante. Akrepi. Sot, për fat të keq, do të hasni vështirësi në ruajtjen e dialogut të mirë me të tjerët, gjë që mund të sjellë probleme në marrëdhënie. Nëse jeni në një marrëdhënie, kujdesi. Ndaj xhelozisë është çelësi, pasi teprimi mund të shkatërrojë çdo bukuri të ndërtuar me kujdes.
Përveçarët do të ndiheni më të emancipuar dhe të gatshëm për ndonjë flirt të shpejtë, ndërsa në punë ata që fillojnë aktivitetin shpejt ose punojnë natën mund të hasin më shumë vështirësi për të arritur objektivat. Shpenzimet nga ana tjetër do të lehtësohen vetëm nëse do të mbuloni sytë dhe do të shpenzoni në mënyrë të matër. Shigjetari, planetet sot do t'ju bëjnë të ndjeheni të paqëndrueshëm, ndërsa humori juaj do të ndryshojë her pas here. Ndikimi i Mërkurit do të sjellë një trinh delikate në marrëdhëniet tuaja, ku komunikimi mund të bëhet sfidues. Nëse zemra juaj është ende e lirë, mundësitë për takime do të jenë të shumta, por kujdes, mos zgjidhni diçka që nuk ju kthen dashurinë e dëshiruar. Në ambientin e punës, nëse nuk jeni të qartë për detyrat që duhet të kryeni, kërkoni ndihmë nga miq besnik që nuk do t'ju lënë në bavë. Në planin financiar, mund të hasni paksojmë sfida nëse do të lejoni që dëshira e madhe për shpenzime të marrë kontroll. Britsjapi, sot do të ndjeheni më të qartë në mendime dhe do të ndërmerrni iniciativa me vendosmëri. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të jeni besnik dhe do të ndiheni të sigurt, ndërkohë që Jupiteri do të sjellë një ndjesi më të thellë sensualiteti dhe pasioni. Për beqarët, megjithse mund të duhet të prisni disa ditë për të gjetur personin e duhur, duhet të mbani mend se dita sot nuk do të jetë më e fatshme se të tjerat. Në mjedisin e punës do t'ju kërkohet shumë vëmendje dhe përpjekje për të arritur qëllimet, ndërsa në planin financiar, me ndihmën e Neptunit do të menaxhoni shpenzimet në mënyrë të kujdesshme. Ujori, hëna sot do t'ju nxjerrë në pa forcën e brendshme, duke ju bërë të tregoni energjinë tuaj të plotë dhe duke sjellë një vlerësim më të madh nga të tjerët. Në marrëdhënie, edhe nëse keni kaluar fase delikate, do të arrini të rivendosni dialogun dhe harmoninë. Për beqarët, planetet do të jenë shumë premtues, por duhet të shikoni me kujdes çdo vend që vizitoni për të gjetur atë që kërkoni. Në punë, fjet do t'ju japin energji dhe do të nxisin këmbëngujësinë tuaj, duke e bërë çdo sfidë të duket e kapërcyeshme. Në planin financiar, dielli do të ndikojë dhe do t'ju nxisë të shpenzoni më shumë, prandaj duhet të jeni të kujdesshëm për të mos mbetur me xhepat bosh. Peshqit, dëgjojeni Venusin sot dhe përpiquni të pajtoheni me personat me të cilët keni pasur ndryshime të forta, duke marrë në konsiderat këshillat e tyre. Nëse jeni në një marrëdhënie, keni kujdes nga ndikimi i Jupiterit, i cili mund t'ju bëjë të kërkoni më shumë liri dhe të krijojë tensione. Mos e bëni këtë me forcë, pasi mund të shkaktojë tronditje të mëdha. Për beqarët, Saturni ju këshillon të mos u entuziazmoheni kot për gjëra që nuk ja vlen. Planetet do t'ju ofrojnë shumë mundësi për të arritur qëllimet profesionale, me ndryshime pozitive në çdo moment. Në planin financiar, megjithse mund të hasni probleme të vogla, organizimi dhe kujdesi do të përmirësojnë situatën. Kjo ditë ju nxit të shprehni mendimet me maturi dhe të menaxhoni çdo situatë me një plan të qartë për të arritur sukses të qëndrueshëm.